Mario edhe njerë duhet falënderoj komisionerin McGrath dhe ekipin e tij për raportin objektiv që kanë firmosur, kanë hartuar dhe firmosur për gjendjen e shtetit ligjor në Shqipëri. Dhe unë mund të them ju se kjo shënon një hap shumë të rëndësishëm, një mbështetje e madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ju siguroj se ky është një hap i parë dhe se opozita shqiptare do të bëjë gjithçka për të faktuar të vërtetat e këtij vendi pranë Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, siç ka bërë gjë sot. Natyrisht, të dyja format janë të domosdoshme. Një dialog intensiv me Bashkimin Evropian, institucionet e tij, Komisionin, Parlamentin, vendat anëtare, është i domosdoshëm qeverinë e Shteteve të Bashkuara për të paraqitur realitetin shqiptar siç është. Por nga ana tjetër e kam theksuar e theksoj se protesta dhe vetëm protesta do të rruga e realizimit të misionit të opozicës për rikthimin e votës lirë në Shqipëri.